Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve është ligj i aplikueshëm si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat. Sa i përket sektorit publik, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve ka përcaktuar se secili institucion publik që ka të paktën 15 të punësuar, duhet të caktojë zyrtarin përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit. Institucionet tani më kanë caktuar zyrtarët përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit. Kështu, në të gjitha rastet kur një person në kontekst të marrëdhënies së punës vendos që të sinjalizojë një rast, për të njëjtin rast ai drejtohet zyrtarit përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit. Ky zyrtar më pas e ka për obligim që ta trajtoj sinjalizimin e bërë dhe që ta zhvilloj një hetim administrativ për kitazim me këtë sinjalizim. Mënyra e kryerjes së hetimit administrativ elaborohet në sesionin pasues të këtij moduli. Mirë po, është shumë e rëndësishme që në momentin kur të sinjalizoni një rast, të ndjekni procedurën e kërkuar ligjore për sinjalizim. Kështu, shqyrtimi i ligjit, rregullorës apo udhëzuesve të ndryshme për të qartësuar procedurën që ju duhet të ndjekni lidhur me rastin e sinjalizimit është i një rëndësie të veçantë. Fillimisht, duhet theksuar se sinjalizimi mund të paraqitet tek zyrtari përgjegjës qoftë me shkrim, me post, email apo edhe gojarisht. Përpos se tek zyrtari për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve ka parapar edhe situatat kur sinjalizimi bëhet direkt tek udhëheqësi institucioni. Këto raste janë kur punëdhënësi për shembull nuk ka caktuar fare zyrtar përgjegjës. Punëdhënësi nuk ka përcaktuar dhe nuk ka publikuar procedura të brendshme për pranimin dhe trajtimin e sinjalizimeve. Rastet kur sinjalizuesi ka dyshime të arsyeshme se zyrtari përgjegjës është ose mund të përfshihet në praktikën e dyshuar të sinjalizimit. Rastet kur sinjalizuesi ka dyshime të arsyeshme se zyrtari përgjegjës për shkak të çfarëdo marrëdhënie ose shoqërore me një person që është ose mund të jetë i përfshirë në çështjen e pretenduar në sinjalizim, nuk është personi i përshtatshëm për të informuar lidhur me sinjalizimin. Situatat kur sinjalizuesi ka dyshime të arsyeshme se procedurat e brendshme të sinjalizimit nuk janë efektive. Për te sinjalizimit të brendshëm, qoftë tek zyrtari përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit, që njihet si sinjalizimi i brendshëm, ligji njeh edhe dy lloje të tjera të sinjalizimit, e që janë sinjalizimi i jashtëm dhe sinjalizimi publik. Sinjalizimi i jashtëm i referohet sinjalizimit në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, si institucion i mandatuar për mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ligji njeh 4 situata kur një person duhet të paraqes sinjalizimin e tij tek Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, e që janë situatat kur sinjalizimi ka të bëjë me drejtuesin e punëdhënësit. Është rasti kur sinjalizimi ka karakter urgjent që ndëlidhet me një rrezik të rëndë dhe të menjëherë shumë apo ka rreziqe për dëme të pakthyeshme. Ka dyshime të arsyeshme se mund të ndërmerren veprime të dëmshme ndaj sinjalizuesit. Provat mund të fshihen apo asgjësohen nëse ky do të kryen te sinjalizim të brendshëm. Si dhe situata kur sinjalizuesi ka dyshime të arsyeshme se procedurat e brendshme të sinjalizimit nuk janë efektive. Kështu, në këto situata, personi në kontekst të marrëdhënies së punës paraqet sinjalizimin e tij tek Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Ndërsa, shpalosja e informacionit në media tek organizatat jo qeveritare përmes internetit, në një mbledhje publike ose në ndonjë mënyrë tjetër që informacionin e bën publik, konsiderohet si sinjalizim publik. Sipas ligjit, sinjalizimi publik bëhet në rastet kur
në kohën kur sinjalizuesi që bën shpalosjen me arsye beson se ai do t'i nështrohet ndëshkimit nëse bën raportim të brendshëm apo të jashtëm. Situatat kur sinjalizuesi me arsye beson se ka gjasa që dëshmit në lidhje me veprimet të dëmshme përkatëse do të fshihen apo do të shkatrohen nëse sinjalizuesi bën raportimin e brendshëm apo të jashtëm. Në rast të kërcënimit të menjëhershëm për jetën, shëndetin publik, sigurinë, mjedisin, apo kur shkakton dëme në shkollë të gjerë apo të pariparueshme. Po ashtu, sinjalizuesi mund të bëjë shpalosjen publike edhe në rastet kur autoritetet përgjegjëse që e trajtojnë rastin e sinjalizimit të brendshëm apo të jashtëm nuk kanë ndërmarrë veprimet përkatëse në lidhje me sinjalizimin brenda afatit 6 mujor nga momenti i raportimit të informacionit të sinjalizuar. Duhet theksuar se kur sinjalizimi i brendshëm apo jashtëm sipas ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve ka të bëjë me informacionin e klasifikuar, sigurinë kombëtare, mbrojtjen, inteligjencën dhe marrëdhënien ndërkombëtare, sinjalizuesi ia paraqet organit kompetent për këto fusha sinjalizimin e tij. Informata e paraqitur me rastin e sinjalizimit duhet të jetë e kuptueshme dhe të përmbajtë të dhënat e personit kundër të cilit paraqitet sinjalizimi, si dhe pretendimet të cilat i disponon sinjalizuesi. Informatat e paraqitura në sinjalizim. Informata e paraqitur në sinjalizim duhet të jetë e kuptueshme dhe të përmbajtë të dhënat e personit kundër të cilit paraqitet sinjalizimi, si dhe provat të cilat i disponon sinjalizuesi. Kronologjia është shumë e rëndësishme. Ju mund të jeni të njoftuar shumë mirë me rastin, por për personin që shqyrton sinjalizimin tuaj, kjo mund të jetë hera e parë që dëgjon për këtë rast. Një rrëfim i strukturuar në mënyrë të qartë do ta ndihmonte zyrtarin për trajtimin e rasteve të sinjalizuesve apo institucionet e tjera që ta vlerësonte më shpejt të rastin për të cilin ju keni sinjalizuar. Në momentin kur vendosni për të sinjalizuar një rast të caktuar, ajo që ka rëndësi është që të besoni se informacionet që po raportoni janë të vërteta. Ligji përdor termin besim i arsyeshëm, që do të thotë se në bazë të informacionit që jepni dhe që besoni se është i vërtet dhe në interes të publikut, një person arsyeshëm do të arrinte në përfundim se po ndodh, ka ndodhur ose pritet të ndodhë një shkelje. Termi besim i arsyeshëm nuk është i njëjtë me provën, term juridik që në kupton fakte që shkojnë për te dyshimit se diçka ka ndodhur. Prej personit që raporton, pra prej sinjalizuesit, nuk pritet prova në këtë kuptim. Ju nuk duhet ta bëni punën hetuesit dhe të mbledhni prova, pasi duke vepruar kështu, mund të përfshiheni edhe ju në shkelje të ligjit. Kur keni ndonjë shqetësim se një shkelje ka ndodhur, po ndodh apo se pritet të ndodh, mund të mos jeni të sigurt nëse ekziston apo jo shkelja apo nëse informacioni që po raportoni është i vërtet ose jo. Termi i besimit të arsyeshëm nënkupton që edhe nëse keni gabim, prapë se prapë keni bërë gjën e duhur, duke raportuar shqetësimin e juaj, dhe ju nuk do ta humbesni mbrojtjen ligjore sipas ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve. Sidoqoftë, kjo nuk nënkupton të drejtën e keqpërdorimit të sinjalizimit, në të cilat raste ligji nuk ofron mbrojtje. Zyrtari përgjegjës dhe çdo person tjetër i cili pranon apo përpunon raportime në interes publik gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, duhet ta ruajë në çdo kohë në mënyrë konfidenciale informacionin e lidhur me sinjalizimin, duke mos e përhapur dhe mos e transmetuar tek personat e tretë, brenda ose jashtë institucionit, si dhe të mos e përdorin për qëllime të tjera përveç me pëlqimin me shkerim të sinjalizuesit apo për përmbushjen e një detyrimi ligjor që lidhet me hetimin efektiv të shkeljeve ligjore,
parandalimin e rrezikut serioz për sigurinë e shtetit, shëndetin publik, sigurinë publike ose mjedisin, parandalimin e krimit ose ndjekjen penale, domosdoshmërinë e zbulimit në interes publik ose kur një gjë e tillë kërkohet me ligj. Kështu, konfidencialiteti i procedurës është një prej parimeve bazë të procedurës së sinjalizimit. Në terma praktik, këto kërkesa nënkuptojnë që zyrtari përgjegjës nuk duhet të komunikojë identitetin e sinjalizuesit ose informacione që mund të zbulojnë identitetin e tyre, përveç nëse kërkohet me ligj apo me pëlqimin e sinjalizuesit. Zyrtarët përgjegjës duhet të jenë veçanërisht të vetëdijshëm se informacioni i përfshirë në raport mund të përdoret për të identifikuar sinjalizuesin. Zyrtari përgjegjës nuk ka të drejtë të diskutojë me askënd aspekte që kanë të bëjnë me rastin e raportuar dhe hetimin administrativ lidhur me një rast konkret. Ky diskutim nuk duhet të ndodhë as në mënyrë miqësore. Në veçanti, personat e identifikuar në raportin e sinjalizimit nuk duhet në asnjë rrethon të njoftohen. Përjashtim nga kjo janë situatat kur kjo kërkohet domosdoshmërisht me ligj.